Jemi live me pamjet që vinë nga ajo që mundtuat që ka mbetur nga protesta e cila nisi 38 ditë më parë, për afrohet ditës 40, edhe shikojmë një grup modest njerëz të cilët vazhdojnë dhe këngulin në praninë e medias e cila në numër, me shofer, gazetar, operatorë dhe teknik, duket që është më i madh se numri protestuesve sot në bulevard. Rikthejmë bisedën time me zotin Mons Pau, ishën kryetari i Partisë Demokratike dhe ish kryetari kryesor parlamentar. Zoti Pau, e tham në fund bisedës të pjesën e parë që protesta sot ka një mbështetës kryesor politik zyrtar, që është Partia Demokratike. A keni një koment që t'i bashkoj të dyja dhe rëndin e cilësisë protestës me cilësinë e opozitës sot? Ne dim që Partia Demokratike është e dyzuar. Fillimisht e mbështeti investimin, pastaj kur pa që do të ngelej në periferin e zhvillimeve politike në vëndit dhe mund të humte monopolin e tjenurit forca kryesore opozitare. U detyrua të ndryshoj qëndrim dhe të dalë në krah protestës. Dhe pak nga pak ta akaparoj dhe sot ja ku e keni rezultatin, është një lloj si foltoret që organizoheshin ditën e hënë. Partia Demokratike është në një periudhë ekzistenciale. Protestat që zhvilloi para disa muajsh treguan që është tërësisht e pazonja për të prekur nervin e qytetarit. Nëse këto probleme për cilat ne sot themi ekzistojnë, po ekzistojnë, dhe një pjesë e qytetarëve kanë dalë si rrjedhoj e revoltës që kanë nga keqeverisja në shumë drejtime, ne nuk e vumë re këtë në rastin e Partisë Demokratike. Protestat që janë zhvilluar para 3 muajsh, para 4 muajsh. Pra, Partia Demokratike ka një problem shumë të madh. Nuk e prek dot më nervin e qytetarit. Është bërë e pabesueshme tek qytetari. Pse? Sepse kështu e ka menaxhuar aktivitetin e vet politik, veçanërisht nga viti 2021, kur filloi rithemelimi. Dhe deri më sot ka folur dhe s'ka mbajtur asnjë nga ato që ka thënë. Dhe njerëzit nuk janë budallënj. Nuk janë më naiv, të kuptojnë, të vlerësojnë dhe t'japin atë që meriton. Dhe Partia Demokratike sot punon për të ngelur në opozit, të rrudhet sa më pak. Zoti Pa, mund të flasim sot për Partinë Demokratike? Nëse ka kontributor që e mban Ramën pushtet, është Partia Demokratike. Kjo është e pazonjat, kthehet në një opozit fort. E pazonjat reformohet. E pazonjat nxjerr një ekip të ri. E pazonjat nxjerr një program që prek interesat e qytetarëve shqiptar. Ju thoni që është pa aftësi, po këtu unë kam një dilemë, pasi ju e dini, ne edhe për arsye personale vetëm angazhuar që në fillime PD-n etj, themi zoti Berisha nuk është i pazoti si politikan. Ti mund të ndash e pro kundër ti, po nuk mund ta qush pazotin, sepse ai në një moshë të avancuar dhe politike dhe biologjike bëri rithemelimin në vitin 2021, pra ishte një moshë 76-77 vjeçare dhe mundi një djalosh 40 vjeçar dhe e çojnë në shtëpi. Shumë e drejtë. Është pa aftësi apo mungesë dëshire? Momenti i rithemelimit vinte në periudhën kur Partia Demokratike humbi zgjedhjet e 2021-shit. Po i humbi, po me diferencë të vogël. I humbi me një diferencë shumë të vogël, 30.000 vota. Dhe i humbi prej budallikut Partisë Demokratike. Djegja mandateve, që nuk ka ngel njeri atje pa i thënë, nga Lul Basha, Fatmir Mediu, Monika Kryemadhi, që mos digni mandatet se do na merrnim qafë. I kanë thënë ato kujt? I kam thënë unë atyre. I keni thënë ju atyre? Dhe kanë pranuar publikisht. Që po është e vërtet. Sigurisht unë e kam mbrojtur në publik, sepse ishte një vendim që u morë në strukturat e partisë. Po dhe ju e thatë më herë që i bindesh vendimit shumicës, po. Të iknja, aq më tepër kur kryetari i partisë del ditën e diel, njofton që do të djegë mandatet, edhe pastaj zhvillon mbledhje, për çfarë do të debatohet atë? Ka marrë fund historia. O duhet të ikim ne, o duhet të ikë kryetari i partisë. Dhe megjithatë u dogjën mandatet. Çfarë rodhi? Ndryshimet kushtetuese. U prishën koalicionet parazgjedhore. Me koalicione parazgjedhore, Luzim Basha do ishte kryeministër. Me indiferenca aq të vogël.
E vërtet është. Kështu që Po vetëm unë kam një dilemë, zoti Spau, pasi temi ju tani jeni... Kështu që filloj që të kthehemi tek pika jonë. Filloj një moment shumë të favorshëm për zotin Berisha dhe rithemelimin. Njerëzit ishin shumë të ngarkuar, të mbushur me Partinë Demokratike dhe me humbjet e rresht, po. Shto këtu edhe shpallje non grata, dhe për të qenë insiqert, unë edhe sot e kësaj dite nuk jam i bindur nëse e meriton të Berisha të shpallje non grata apo jo. Ende nuk kemi parë një dokument të qëndësishëm që të mund të na indaj këto dilema që ne kemi në lidhje me këtë akt. Kështu që besoj që janë dilema historike për zotin Berisha. Gjithë kemi ato dilema tona, ato dyzimet tona, po. U treguam të gatshëm për ta mbështetur zotin Berisha. Në rikthim. Dhe çfarë u premtua? U premtua që pushteti do të shkojë tek antarësia. Do të jenë antarësia që do marrë vendime të rëndësishme të PD-s. U premtua që kryetari që u mbet një palë zgjedhje të përgjithshme jep dorëheqjen automatike. Është automatikisht shkarkuar, po. Kandidoj. U premtua që primare do jenë ato që do të zgjedhin kandidatët. Pra do të jetë merita që do përcaktoj vendin e kandidatit në listë. Çfarë ndodhi në të vërtetë? U zhvilluan primarët? Sa njerëz prej atyre të cilët Asnjë. Dolën të parët? Asnjë. U futën në listë të mbyllur? Asnjë. Sepse çdo kush ka objektiva. Nuk mund t'i thuash po pse në të mbyllur dhe jo në të hapur. Por unë kam kontribuar. Unë kam dalë i dytë në grupin parlamentar. Me 789 vota. Dhe ju Dhe u lash jashtë. Jashtë. Tjetra, flasim për meritat. Cilat janë meritat? Meritat janë atje në përplasjen politike, sidomos për rithemelimin. Nëse është bërë një zallamahi në kuvend, nuk është bërë për këto gërvëret e ditës si që bëhet sot. Është bërë për rithemelimin sepse nuk njihej si strukturë. Ishim 23 deputetëve që nuk njiheshim nga kuvendi. Nuk merrnim pjesë në asnjë delegacion parlamentar. Nuk ishim pjesë asnjë strukture që ishin ngritur në kuvend. Organet që janë të ngritur në kuvend, organet drejtuese të kuvendit. Dhe gjithë betejë ishte që ne të njiheshim, ishim 23 deputet. Ndoshta edhe më shumë se sa kishte Lulzim Basha. Pra kishte një arsye qëndrimi aq i fortë në atë periudhë. Unë jam përjashtuar 50 ditë nga kuvendi për këtë. Mund të më thuash në ata që hynë në listë mbyllur, se po e kthejmë në tanis në personale. Personale. Sa mund t'jenë që